Mikrofonin tim, nuk ta japin, nuk e di çka kanë me ty. Nuk e di çka kanë me ty, do i ketë thënë partia që kujdes se ky është Fale. Argim Sulqa. Unë për buxhetin fole mrekulli. Buxheti është real. Ka përmirësime. Qytetarët janë të kënaqur. Por si kryeministër kam një kërkesë. Në emër të veteranëve, të pensionistëve, kërkojmë një klub në njësi numër 3. Për arsye që të rrimë aty, që tani zuri shiu, se deri sot kemi qenë të kumllat. Bëni lojrat e gjera. Tani zuri shiu. Mundësisht, po në rregulluar dot një klub, si njësi numër 3, të mblidhemi ne pensionistët dhe ata veteranët dhe ushtarakët. Vetëm këtë kërkesë ka. Po na i plotësuat, faleminderit. Çështja është, po bëm një klub, si do t'i ndajmë këto 3 pjesë. Pensionist, veteran, ushtarak. Te veteranët e kemi kollaj se s'ka më veteran që kanë luftuar dhe që janë akoma me ne. Janë pasardhës, kështu që pasardhësit mund të mbajnë radhën si gjithë tjerët, mendoj unë. Tek pensionistët dhe ushtarakët e kemi pak më vështirë, sepse pastaj do vinë të gjithë dhe sa i madh do jetë ky klubi është pyetja. Megjithatë, përtej shakas, unë besoj që është e mundur që bashkit, në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes, pse jo, të ndërtojnë një sistem ku t'u jepet mundësi ish ushtarakëve, pastaj edhe pensionistëve, se do vinë pastaj lloj-lloj do thonë po shiko se dhe unë luftova, po dhe unë isha, po dhe unë se në fundit të gjithë ish ushtarak kemi ne, se kemi bërë zbor. Apo jo. Si jemi si këta që thonë ne breziri që s'kan hedhur një pushk druri në krah ndonjëherë. Ne kemi mbajt pushk druri, ne. Krahu jonë, jo, se ju keni mbajt pushk kanë ato të forta. Kështu që do ta shikojmë këtë çështje. Do ta shikojmë. Po jepja pak